Popullsia në Maqedoninë e Veriut po plaket dhe arsyeja kryesore nuk është shkalla e ulët e lindjeve, por emigrimi i popullsisë. Kështu thuhet në raportin përfundimtar të entit shtetëror të revizionit në përputhje me programin vjetor të punës për vitin 2025 për auditimin e kryer me temën Plakja e popullsisë. Sipas të dhënave të vërejtura nga auditori, mosha mesatare e popullsisë në vend është rritur nga 32.3 vite, sa ishte në vitin 2000, në 41.8 vite në vitin 2024, gjë që tregon se pjesëmarrja e personave mbi 65 vjeç është në rritje, ndërsa pjesa e brezave të rinj është në rënje. Ka pasur edhe rënje drastike si në numrin e nxënësve të regjistruar në klasën e parë, ashtu edhe në të diplomuarit e shkollave të mesme, numri të cilëve tani është shumë më i vogël se sa ishte 6 vjet më parë. Është veçanërisht shqetësuese se disa nga njerëzit që largohen nga vendi nuk e bëjnë këtë për shkak të mungesës së mundësive të punësimit, por për shkak të kushteve më të mira të jetesës jashtë vendit. Auditimi vëren se megjithse institucionet kompetente kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete, kujdesi i plot dhe i përshtatshëm për të moshuarit mbi moshën 65 vjeç dhe për menaxhimin dhe qëndrueshmërinë e sistemit të pensioneve në kushtet e plakjes së përshpejtuar të popullsisë nuk është siguruar. Maqedonia e Veriut, sipas raportit, është në një nga proceset më të shpejta të plakjes demografike në Europë. Kjo situatë, sipas entit shtetëror të revizionit, kërkon reforma urgjente sistematike, duke përfshirë rritjen e moshës së daljes në pension, rregullimin e normave të kontributeve, rishikimin e modelit të rregullimit të pensioneve, diversifikimin e investimeve në shtyllën e dytë dhe rritjen e kapacitetit për shërbime për të moshuarit.